Nëse je njëra prej këtyre 3 shenjave të horoskopit, fundi korikut mund të sjellë para. Sipas astrologëve, rreshtimi i Jupiterit me diellin në Luan dhe energjia e hënës së plot në Ujor krijojnë kushte ideale për mundësi të reja, fitime, apo vendime që mund të përmirësojnë situatën ekonomike, ja cilat janë 3 shenjat që pritet të favorizohen më shumë. Gaforja. Për gaforet nis një periudhë me më shumë mundësi financiare. Ditët në vijim mund t'ju vendosin përballë një oferte ose një ndryshimi që ju vlen të merret seriozisht. Besimi tek vetja dhe gatishmëria për të dalë nga zona e rehatis do t'jenë çelësi për të përfituar nga ajo që universi ka rezervuar për ju. Bricjapi, nëse kohët e fundit jeni ndier të bllokuar financiarisht, fundi i muajit mund t'ju sjellë një perspektivë të re. Astrologët këshillojnë të mos refuzoni idetë e pazakonta apo mundësitë që në fillim duken të rrezikshme. Pikërisht ato mund t'ju ndihmojnë të rrisni të ardhurat ose të menaxhoni më mirë kursimet tuaja. Luani. Luanët pritet të kenë një periudhë të favorshme për finansat. Afërdita dhe Marsi sjellin energji pozitive që mund të përkthehet në fitime, investime ose mbështetje nga njerëzit e duhur. Mos hezitoni të pranoni ndihmë, këshilla apo bashkëpunime sepse mund të jenë pikërisht ato që do t'ju ofrojnë me objektivat tuaja financiare.